Kuvendi nuk është konstituuar, ka konstatuar gjykata kushtetuese të martën. Në fund të muajit gusht, me gjithë dështimin për të votuar për nënkryetar të kuvendit një deputet serb, kryetari Dimal Basha, legjislaturën e 9 e shpalli të konstituuar. Por në vendimin e kushtetueses në lidhje me kërkesën e listës serbe, thuhet se seanca nuk ka përfunduar pasi nuk është zgjedhur nënkryetari kuvendit nga komuniteti serb. Gjykata një zëri ka vendosur të konstatoj që seanca konstituive e kuvendit e filluar më 15 prill 2025 nuk ka përfunduar si rezultat i moszgjedhjes së nënkryetarit të kuvendit nga radhët e deputetëve të komunitetit serb dhe kuvendi nuk është konstituuar në pajtim me përcaktimet e paragrafit 1 të nenit 66 dhe paragrafit 1 dhe 4 të nenit 67 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Gjykata në vendimin e saj ka dhënë edhe 2 urdhra. Njëri është që seanca konstituive të përfundoj brenda 12 ditëve nga publikimi i aktgjykimit, aq sa kanë mbetur nga fati dhënë për konstituimin e kuvendit. Dhe tjetri që deputetët gjatë zgjedhjes së nënkryetarit serb të ushtrojnë funksionin e tyre kushtetues në interesin më të mirë të Republikës së Kosovës dhe në përputhje me Kushtetutën dhe rregulloren e kuvendit. Në akt gjykim, kushtetuesja nuk e ka konsideruar në asnjë pikë jo kushtetuese ndarjen e votimit për nënkryetarët nga radhët e komuniteteve. Përveç vendimit, gjykata nuk e ka publikuar aktgjykimin e plot. Sipas njoftimit nga kushtetuesja, derisa aktgjykimi të shpallët në gazetën zyrtare, do të mbetet në fuqi masa e përkohshme me të cilën deputetëve ju ndalohet të ndërmarrin çfarëdo veprimi, përfshirë këto edhe ato në drejtim të formimit të qeverisë së re.